Vini rëvëzër. Surja Al-Baqara, surja më e madhe në Kur'an. Edhe jemi në muajin e Ramazanit, edhe në muajin e agjërimit, edhe jemi në muajin e Kur'anit. Nga ky ajet, e kuptojmë se e gjinët, shejtanët, Allahu i nxjerr me surën Al-Baqara prej çdo trupit njeriut dhe e shëron çdo besimtar për çfarë do lloj smundje që e ka. Argument të Allahu, wallahu mukhrij. Allahu e nxjerr ma kuntum taktumun, me gjinja në trumet pasin çati e nxjerr Allahu xhelal. Do ta shohim na. Kur do të agri bado, me të njerëz të shko friu të aj, shko friu të ki. Hiç kërkun mos shko. Çelë surën e Baqara. Por çdo ditë lexoje. Ki me pas Allahu ka me ngjall sikur që ngjallët dekmin. Ta nxjerr e gjin. E ki bado, ai ki bë këtë rrugë veç i trullovi njerëzit. Pas ka hin vesh, pas ka hin sin, pas ka hin bark, pas ka hin mëlçi, pas ka hin 40-50 e gjinës un po të nxjerr na vëlla. Apo lej këtu tërgovantat, mos anina të nxjerr na. Lej kit komplet, me komplet, lej komplet. Drejtoju Allahu xhelal xhelalu. Drejtoju Allahu. Falu, agjëro. Bindju Allahu. Edhe ki bindje mbështetje të fortë Allahu xhelala, edhe lexoj surën Al-Baqara. Ka garantu njëri që kur në jetën e vet ka rrejt. Hiç asnjëherë s'ka rrejt në jetën e vet. Kush ka garantuar vëllazër? Ka garantuar Muhammed Mustafa alayhis salam. Ka thonë s'ka shejtan që mundet mi dal ball surës Al-Baqara. Të ndëruar xhamatli, një pyetje. A keni pa hafës të smut? Me thonë, po vëdhem krija që duhet, po vëdhem qatë, po tu në s'ka. Sa i surën Al-Baqara e lezën për dit. Andaj, shërimi, Allahu mukhrij, Allahu të nxjerr. Jo veç kaq, të ta shohim nëse çka më ndodh këtu. Thotë Allahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Keç ka keni mshej ka më nxjerr Allahu. Keç ka keni mshej ka më nxjerr Allahu te bareke ve teala.